Teksa ka dalë para gjykatës për të njohur me masën e sigurisë, 63 vjeçari Kristo Mema i akuzuar për vrasjen e një turisti në Kalan e Beratit ka shprehur pendes. Gjithçka ndodhi në gjakzësi e sipër sipas tij, pasi autori e kishte ofenduar dhe sharr nga familja. Në sallën e gjyqit ai ka kërkuar falje edhe familjarëve të viktimës. Prokurori i çështjes Renato Tosku, pasi ka parashtruar rrethanat e ngjarjes, ka kërkuar për Memën arrest me burg për veprën penale të vrasjes. Pasi ka dëgjuar edhe avokatin mbrojtës të autorit të dyshuar të vrasjes, gjyqtari Renis Bega e ka cilësuar të lishëm arrestimin e Kristo Memës, ose ndryshe Konstantin Oxhaj, 63 vjeç, dhe ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg. Ngjarja e rëndë ndodhi mbrëmjen e 28 tetorit në Kalan e Beratit. Debati mes autorit dhe viktimës filloi pasi ky i fundit i kishte prekur kalin, të cilin autori e përdorte për të shëtitur turistët rreth Kalas, kundrejt një pagese. Mësohet se autori i dyshuar i ngjarjes 63 vjeçari Kristo Mema, pasi ka parë Keli Hoxhën që u preku me dorë kalin, i ka thënë që të mos e prekte më, pasi kali sipas tij nuk ishte mirë dhe ishte i acaruar. Pas kësaj autori dhe viktima kanë debatuar dhe në këtë momente autori ka nxjerrë thikën që e mbante të fshehur në samarin e kalit dhe ka qelluar turistin nga Tirana. Për shkak të plagëve të marra, 42 vjeçari Keli Hoxha nuk mundi të mbijetonte plagëve dhe gjeti vdekjen sapo mbriti në spitalin e Beratit.